kaluar në smundje të rënda, leukemi ndoshta. Ty për doktor, unë na kem doktor fenomenal. Unë kur se kom hu besimin. Bile tash, kom pas mundësi me shku jashtë më shëru. Kur më tute për këto, për kopshte, për këto të kalzova, mundona me bo këtë bio, se e kom kaluar në smundje të rënda, leukemi ndoshta. Jyrie, po ndoshta keni. Kena anika, po. Do me thonë smundje në gjatë të shtatë, ma shkurt i vjen kanceri gjopë. Po të një aty shumë faktorë kanë ndiku, e që sot jem këtu, aty në mas, do me thonë, mas Elhamdulillah. 9 vjetë, po thëmë, po që 8 vjetë që e kum kalu, një vjetë ka zgjatë procedura e mjekimit, e kështu që... Apo na kallzon pak, qysh ki, farë gjendje ki? Po nga, ajo është, me thonë drejtën, ato simptomat jenë pak si të fshefta, është problem. Unë më konë të punu atëherë, e nisha një par lodhe, një par plokështije, kështu që më shku të mjeku, kur i kom bo analizat, aty në analizat të regojnë, edhe ju më diagnostifiku me qatë smundje. Qka të ka hup? Po qëre? Qka të ka hup që ta që bukëshyrë? Bukëshyri, më pak ka njësë më nëzej, kjo gjezë, ja. Diçka me ka, pa? Po të për me... I moj që tu ato krejt, po... Po pështjelën. Sot nuk ka kanë pështjelën. E kështu që... Aja është smundje shumë, të dyta më dukut, më rrezikshme. Po të është Zoti, mas pari besimin të Zotit, të një të doktor, ju mjeku dikun mëna 1 vjetë, edhe e kom të i kalu, tash mirë, me do pasoja mirë, si janë, po Smuje shtrejt. kryesore do pasoja mi kalon, po jo ku me ditë sa shumë. Atin, edhe për që ata të një, me punu smuj, po i punoj, shtu, Sillesh ka ba. ka pa kopshtin, do pem, që do blet, do shpez, e tash e ku marru edhe qëta, që tu kur vjet dikush, mos më na logë ju me bisedu atje, ose dili më na rrug, Këtë e ndrej që mas leukemisa. po, këta kom ndrej dikun që një... Apo më kallzon pak për... Që një 4 vjetë, mësi pak kom nisë më forcu. Për gjendjen emocionale. A mojshë, a kishe besim që pe kalon heq? A mojshë mu shtrëngu, a u dërzojshë na jera? Në spori, në falenderusjem Zotit, tëni familjes, tëni doktorve, isha ka një rëshkrujnë aty për doktore, unë na kem doktor fenomenal. Për shembull, shumë njerëz e shfrytëzojnë atë fondin e sigurimeve, shkojnë në Turqi, jashtë, ka doktor të mirë, ka aparatur të mirë atje. Mirë, po na që i kem doktort. Do me thonë, bëqaj që ka provu e din. Unë e kur se kom hu besimin. Bile tash, i kam shumë raportet mira, me këtë raportin, aty, me doktorë, me... Po të kanë mësu atje, i shpith. Po, sukur i shpith, se kom nejtë 7 muaj ditë, kom nejtë spital. Aty ju mbo, do me thoni për lloj profesionisti, po nuk ju mbo profesionist, doktor, po pacient, profesionist. Do me thonë... Veç sa së pagushin, a? E kom pas atë vetë besimin që unë do të bëj mirë. Kur orë doktorën vizit, mu më ka pytë, dhe bëqëshia unë isha, se në Prag, se isha mirë. E masanaj më kanë tregu, dhe që vetë besimin se kom u pëkor, kom pas mundësi me shku jashtë më shëru.